Dhe ai i njohur në aq mënyrë me ortodoksizmin, sa që ai dinte të maskohej si prins dhe të futej në mesin e tyre nuk e njihte njeri. Ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë, ja ku takohemi sërish në takimin ton të përhershëm me të madhin Elton Johni, njëri thjesht i dashur. I dua. Realisht që është njëri shumë pozitiv, shumë i mirë. Sado që ka, domethënë, Elton unë mendoj që njeriu e ka me vetën çdo gjë. E kam thënë edhe herë tjetër ndoshta me ty, por me them edhe shpesh edhe në raste të tjera kur kam miq të tjerë të kanalit që vinë japin mendimet e tyre se është diçka që duhet vlerësuar, pse ti e bën pas një lloj gjëje, domethënë pas një lloj që të marrim të ketë diçka këmbim, domethënë midis meja dhe Eltonit ose midis jush nesh, edhe unë jap kohën time, ashtu siç jep edhe Eltoni, që është këtë dritare që shprehet si shprehet Aleksi e shumë personazhe të tjerë që qëllimin e tyre janë të pastër dhe të nxjerrin diçka nga vetja. Ka nga ata që vlerësojnë, ka nga ata që kanë ato iluzionet e veta, mendimet e veta dhe krijojnë përplasje në kokën e tyre, por përplasjen që kanë kokën e tyre me ballafaqen edhe me përplasjen që sjellin mendimet edhe të Eltonit ose personazheve të tjera. Por kam përshtypjen ti merr një kënaqësi tjetër nga kjo gjë, Elton, të mbush, të kënaq, për çfarë e bën domethënë? Nëse ka ardita momenti që të pyes, për çfarë? Tamam qëllimin tim bazën. Po. Unë ditë them që qëllimi thelbësor për ta thënë të vërtetën, për ta pasuruar shpirtin e njeriu. Vetëm shkurtimisht se do dalim ke një vërtet shumë e madhe që ka interes për shqiptarët. Për shqiptarët, po. Qëllimi absolutisht kryesor është që të kënaqë krijuesin tim së pari dhe në shenjë falënderimi që ma ka dhuru diturinë, ta shpërndaj të zemrat e tjera. Kjo është qëllimi. Është nivel shumë i lartë, ëh? Është nivel shumë i lartë që Zoti t'i falënderosh. Falënderues edhe nuk është egoist, pra nuk është egoist që ta mbaj vetëm për vete atë siç ka aftësitë tjera, por ata ndaj këtë mirësi bashkë me shikuesit përpara se më shku tek pyetja. Këtë tema. Jam person që Zoti ma ka mundësu që me udhëtu fshat në fshat për të gjetur dy nxënës dhe për t'u thënë për ta nda ata çfarë kam lexuar me ta. Jam person që kam udhëtuar nga Shqipëria veri lindore me 20 euro në xhep nga fshati Kostur, duke ecur pakën një orë gjysmë këmbë, sepse kishte momente që doja ta rezervoja atë 20 eurosh, po ndaj këtë thesar me ty dhe me shikuesit e mrekullueshëm që ke, me atë çantën e rëndë në shtëpinë, duke udhëtuar autostop me kamiona. Me kamiona. Nuk preferoj makina tjera, doja vetëm kamiona. Me kamiona sepse doja që të rezervoja 20 euroshin. Dhe në atë çantën time me plot me libra dhe plot me dhe kisha edhe ushqimet, kisha edhe ato gjëra shumë aventurier. E kam Zotin dëshmitare nga doja udhtoja të pakën një orë nga fshati Kostur në fshatin Elshan për të ndalur një kamion ose makinën e postës që falendoj shumë. Kujton qa... Janë kujtimet pa arrushme, një jetë e thjesht, një jetë askete, po kënaqësi. Po, okay, është e thjesht në tërësi kur e sheh, por në brendësi ka një pasuri, ka një pasuri të ka një mirësi të paskaj në momentin kur 4 veta, domethënë sepse kontaktet e shumta duke dhuru libra, duke shitur librat e mi, sepse kontaktet e shumta, për shembull me njerëz, kam edhe mira numra telefoni, domethënë që takime me njerëz. Edhe jemi mbledhur 5 Kilën Sky cep të Shqipërisë pa prekur. Jo vetëm Shqipërisë, por shqiptarisë. Po një nga pikat që ne do flasim sot e që mos zgjallim shumë sot, është një pikë e dobët për ty dhe për shumë shqiptarë, por unë vërej si një gazetar, vërej që po zhbët ose po ftohet, po I humbet ai interesimi dhe
dashuria po humbet edhe për Shqipërinë, jo më për Çamërinë, për Kosovën edhe treva të tjera. Të kërkojnë ndjes nëse e shpreh në këtë formë, por kjo është ajo se si e shoh unë të paktën atë se çka po ndodh në këtë realitet. Duam që të trajtojmë pak të çështjen Çame. Absolutisht me kënaqësinë më të madhe, me pasionin më të madh, me dashurinë më të madhe, me dhimbjen më të madhe, dua të flas për një dashni shpirtënore të trashëguar Çamërinë. Më thej që ke fakte dhe dokumente, gjëra shumë të rëndësishme që nuk e kishe me shumë dëshirë që t'i bësh publike, domethënë nëpërmjet gjërave të prekshme, por që do na i thuash mënyrën tënde më të mirë për ato se çka ka ndodhur prej vitesh me Çamërinë, çfarë po ndodh tani dhe çfarë do ndodhi në të ardhmen. Atëherë, do më lejosh një tregim teje të shkurtër dhe në pika të shkurta për ta shpjeguar. Do më thënë, atë informacion që unë ruaj për Çamërinë, një dashni e madhe, mua që djalë Hasian, më takon ta dua Çamërinë më shumë se çdo shqiptar. Pse? Çamëria. I love you, Çamëria. Absolutisht. I love you. Na e ka dhënë presidenti i Çamërisë këtë. Ja t'ja bëj si iz buletini që puthi flamurin, edhe unë jam Dardan dhe e dua. Po unë si Hasian i kam një bërgj të madh, ndjej një bërgj të madh ditunor ndaj Çamërisë dhe dietarëve të mëdhej Çam që udhëtonin nga Çamëria në Prizren dhe në Gjakov, duke ligjëruar, duke nxjerrur nga duart e tyre diturore nxënësa shkencëtar matematikant. Ku shumë prej elitave që nuk ka pas mësues, teolog, shkrimtar Hasian kohën e perandorisë osmane, që në Stamboll kalonin në përduart e dietarëve Çam. Prizren, Çamëri edhe Istanbul, duke kujdesur mënyrën më dashurore të mundshme, ata vinin nga Çamëria me parën e tyre, sepse Çamet kanë qenë tregtar, përveç se bukurosh flokëzin që thinjenin shpejt, nga ashtu e kanë racen, është njerëzit më elitar mund t'i quajnë troje shqiptare. Çamet janë njerëzit më të mençur në troje shqiptare, prandaj më dhem shpirti për ta. Çamet janë më besimtarët, kanë qenë krahina më sunite në troje shqiptare. Është vërtet kjo. Është vërtet, krahina më sunite në shqiptari është krahina Çame. Në 2010-ën vin një delegacion nga Jordania që kishin ardhur në Stamboll dhe vin me bën takimin e radhës me mua si person, kuptohen lidhjet e mia me pjesën domethënë pjesën e influencës botnore, fal Zotit. Vin nga Jordania, kishin ardhur në Stamboll dhe Turqi, Itali, Shqipëri dhe takohen me mua tek Sarajet këtu në Tiranë. Sarajet kanë qenë përballë zyres selisë Partisë Demokratike ku ka qenë dikur. Po. Dhe më sillin disa dokumenta të marra nga Patriarkana e Stambollit dhe të dokumentuara të marra, domethënë, ato dokumenta janë marrë vjedhur nga shërbimi, domethënë, informativ i Abdulhamidit, të depozituara, domethënë, në arkivat e shtetit Osman, në arkivat e Osmanlive, arkivat e sigurisë kombëtare. Po. Ku domethënë, në vitin 1825, dokumentoj një mbledhje e jashtëzakonshme e patriarkut të Stambollit me përfaqësues të Tridicit në Rusi, me përfaqësues të patriarkanës serbe dhe disa prej pristeve të Greqisë. Ku projektoi mënyrën 5 vite pa u shpall pavarësia, në 1830 u shpall e pavarur Greqia. Dhe në 1825
në Patriarkanën e Stambollit janë mbledhur përfaqësues nga 30 i Rusisë, nga Patriarkana Serbe dhe nga Patriarkana Athinës, domethënë që ka qenë nën perandorin, nën hilafetin Osman. E tash, duke qenë se ka gëzu një respekt të madh, kisha në atë kohë, ka qenë edhe e mbrojtur që, shiko, mos më sjell këtu antarë sigurimi shtetit, mirë pro, njëri prej hoxhallarëve që erdhe u bë hoxh në Gjakov, ka qenë komandant i shërbimit informativ të sultanit. Dhe ai i njohur në aq mënyrë me ortodoksizmin, sa që ai dinte të maskohej si privës dhe të futej në mesin e tyre nuk e njihte njeri. Po kush ka pas gisht në shkatrimin e Çamërisë, në dëbimin dhe masakrimin Pra, në këtë mbledhje, kjo mbledhje ka zgjat 9 orë e 22 minuta. Dhe ky hoxh i ndritur që jo me kot urrehen, luftohen hoxhallarët në Kosovë nga iluminati serb dhe nga 30 i rus, sepse gjithmonë historikisht ka qenë pekesë e madhe hoxhallarët për rusët. Kanë qenë gjithmonë sepse ata kanë prej luftës për mbrojtjen e vatanit. Kena luftën e Vautës Pasit, që në historinë e Shqipërisë, në atë histerinë që e ban të akademikët e Tiranës, kemi në luftën e Vautës Pasit që ndan krahinën e Malizzi e Kuksit, domethënë i pjesë, domethënë ta kam shpjeguar ajo që quhen Malzez. Malzez, po. Shemri, Shikaj, po ke qenë Shikaj, ke qenë. Kam bërë një video atje. Po. Pra ajo quhet jo Malizi, jo Malizi, po krahinë në Kukës. Brenda Kuksit quhet krahina Malizzi. E qartë. Edhe ajo lufta e Vautës Pasit nuk përshkruhet. Pse? Se e udhëhoqi Miftiu, e udhëhoqi Hoxha. Ymer Prizrenin e paraqesin vetëm me plis të bardh, po nuk e paraqesin me qallën, si muderriz. Nuk e paraqesin se janë shpirti i Tridicit rus në Shqipëri, ish akademik dhe akademik, pseudo-akademik në Shqipëri. Janë shpirti i Tridicit rus. Janë shpirti i gjithë spionazhit ruso-serb, që ata masakrun në Kosovë edhe në Çamëri shqiptar dhe bën lumej gjitha gjaku me shpat, ta masakrojnë në penë. Nuk e përshkrujnë. Posedojnë mbi 20 foto me qalm të Ymer Prizrenit. Se ka qenë muderriz, ligjerus, pedagog. Jo. Nuk du të me dalë. Nuk du të me dalë këta që kanë qenë lidhje me teologjin. Nuk du të patriot. Me dalë hoxha patriot? Jo. Nuk ban. Duhet armiku i popullit. Se nëshe nuk mund i shërbejmë ne patriarkut të Rusisë, as patriarkut të Athinës, as patriarkut të Stambollit, nuk mund të i shërbejmë ndryshe ne. Vetëm kështu. Ishte 1825, kur brenda gjithë kësaj mbledhje, janë bën gjitha projektet e shtetëformimit dhe të zaptimit të territoret. Më e para ka qenë Çamëria. Po 9 orë 22 minuta. 9 orë 22 minuta ka zgjatë si mbledhje. Dhe është bërë dhe beslidhje. Sa që në këtë beslidhje kanë pas me firmë, po edhe me gisht. Shenja gisht rinjsh. Pra është i qartë kush janë ato që kanë vendosur për këtë shkatrim. Dhe është bërë plani, dhe është nda fondi, sepse Tridici është shumë i pasur. Tridici ka të në lata ari. Ke parasysh. Dhe pse vendosën Çamërinë? Se në Çamëri ka qenë zemra e gjithë bashkimit besimor dhe dituror të shqiptarëve.
ka qenë krahina më sunite në Trojës shqiptare, do më thanë 5 vite, kjo 5 vite pa u formu shteti grek. Në 1825-ën, në 1830-ën u formua shteti grek. Në këtë 9 orësh e 20 minuta, u vendos që në Konispol të dërgohen misionar për të nxitur urrejtjen e çamëve të Konispolit me pjesën ku ata e kishin vënë si plan për ta marrë. 5 vite pa u shpall pavarësia. E kanë nxit që atëherë. E kanë nxit problemet mes tyne. Përçarjen Konispol Markat. Konispol Markat. Para se të vazhdojmë akoma më gjërë, se po më pëlqen shumë e prandaj jam tërheq. Këto gjëra janë diku, shkruhen diku këto? Janë shkruar, janë në dokumentacionin e Hilafetit Osman, pjesa e sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare. Në publik qarkullojnë, në bibliotekën tonë, në librat tonë, në media qarkullojnë? Jo. Po ku ka media në Shqipëri, përveç Piskut që mundet me e shpërfaq. Si kam dëgjuar dhe qoftë edhe shkurtimisht, nuk i kam dëgjuar. Prandaj nuk ka shans, prandaj jam unë këtu me thënë ata që nuk e din. Ti ku i ke marrë këto informacione që ti jemi edhe nga ky delegacioni pa që erdhën nga Jordania, Stamboll, Itali, më sollën këtë pjesë të informacionit. Kjo që është ajo Ajka e pastër, 9 orë e 20 minuta, 22 minuta mund të jenë tash. Është gjithë e zbardhur, ëh? E zbardhur në dokumente majtur shënim nga ky Hoxhi Gjakovës, që emrin nuk e ka shënuar aty për arsye sigurie. Sot ku ndodhet ky dokument? Brenda të thash pra brenda dokumenteve të Hilafetit Osman, sektori i sigurisë kombëtare, pra është me një së të madhe e mbrojtur kjo pjesë. Vazhdojmë tani me rrëfimin, me historinë atë se çka ndodhi më pas. 1830 shpallet pavarësia. Ishin projektu gjërat, se si me nis, se si mi akuzu shqiptarët. E para ka nis sulmi në fe. Këtë nuk e tham se jam besimtar vetë. Po edhe në dokumentat që kanë shkruajtur komunista të drejtë, se ka pas komunista të drejtë, ti na sinqert, mos flasim me ndjenja, po të flasim me mendje, me konsciencë. Flasim me konsciencë. Ka pas komunista të drejtë, kur nuk e kanë shkruajtur popullsia muslimane, po popullsia muhamedane. A ke parasysh? E kanë, din, ushtoj masakra në popullsinë muslimane. 1830, kur është formu shteti grek, dhe u dobësu perandoria osmane, devijun shumë gjëra, u dhanë pas pasurisë, nuk po thamë për Abdulhamidin, po u kalb administrafta e Hilafetit Osman, nuk e quaj perandori, se perandori... Ka pas edhe atëherë korrupsion, domethënë, kështu, U kalb. Kishte marrë ujë. U futën duart e sionistëve që atëherë, duart e sionistëve se jo me kot, bazat e CIA-s amerikane ishin në Athinë. Bazat e CIA-s amerikane jo me kot kanë qenë në Athinë. Çka dështoi Athina përballë Shqipërisë. Është e faktuar shkencërisht kjo që ka dëshmuar CIA amerikane përballë shërbimit informativ të shtetit në Shqipëri. Ka dështu, o vllai im. Po pse? Sepse kanë qenë më të avancuar sigurimsat e Shqipërisë. Kanë qenë shumë të avancuar, shumë të përgatitur. Shumë të avancuar. Ata kanë mendu, vërtet Enver Hoxhën e kanë pas vetin. Enver Hoxhën e kanë pas vetin. Ani pse rrinte me bllokun e lindjes. E kanë pas vetin se u ka shërbyer interesave të tyre. Në atë kohë, se themelimi i shtetit grek
vjen si pasoj e cytjeve sioniste dhe ndikimit sionist në patriarkanën e Stambollit. Kishin për shkopin e tyre që u varë. Ishte sionist. Ishte sionist, pra ka nis problemi se sa ka qenë patriarkana e Stambollit, pa ndikimin e sionistëve, nuk ka pas njerëz më të mirë. Ndikimi i sionistëve në patriarkanën e Stambollit, tek nxitja e nacionaliteteve, përbëri këtë mbledhje për gjitha patriarkanave dhe u projektua e gjithë rjedha që do merte, dhe më thanë, do merte historia e qamërisë. 830-a ishte shpallja e shtetit grek. Aty ka nisë më e para çështje e ka nisë me përçaj Sundo. Në 1825 ishte mbledhja. Në 1827 ka pas konflikte mes qamëve. Kanë fut konfliktin brenda përçaj Sundo. Me parullën e Napoleon Bonapartit përçaj Sundo. I përçan muslimanët në qamëri. Sa që nxitën konflikte fis me fis. Erdhi pa arte pa pavarësia, ishin investime që pa arte pa pavarësia, ishin investime që do i shërbenin shtetëformimit grek, do i shërbenin edhe shkatrimit qamërisë. E përçan mirë qamërin, i përçan mirë muslimanët në qamëri, dhe ata rinin e shikonin. Dike e përçan, dike e lëshuan një moralitet për ta mbyllur gojën. Përdorën femra të jetë bukura që e lëshuan një moralitet me atë femër. Për ta përdorë presione e gjona. Për ta përdorë si të duan ata. Ishin faza e parë pa arte shtetëformimi. U përçan. 1830-a u shpall pavarësia ati shteti kanibal në grek. Jëtë sot, jë populli, shteti. Populli është gjatë tjetër. Për popullin kam tjetër gjatë. Për shtetin, për kriminalet asaj kohe, jë për popullin e sotëm, që t'jena qartë. Nisi problemi i parë, me çfarja ka nis, me dokumentat sakta greket, me muslimanët, me shqiptarët të qamërisë, uleni ezanin. Problemi i parë që e ka nis në qamëri, si që ja nisën shërbimet anti-shqiptare në Kosovë, mas lufte uleni ezanin, me ezan ja ka nis në qamëri. Me ezan uleni ezanin. Vetëm i qik me ullë ma poshtë. Këta e pranun. Aty e morën ato shenjën e tyre. A e kuptoni, nuk, kush është historiani sinqert, let ta gjurmojnë këtë që thamon nëse do ta gjejnë. Se ka historian këtu në Shqipëri, njerëz në Shqipëri që e din këtë të vërtetë që po thua ti dhe nuk e thon? Këta që po thamon në plan projektin nuk e din. E din 3 patriot. Kush janë? 3 patriot, 2 janë bashkëpunëtorë të mi që kemi qenë për çështjen xhame, një person e kam mik në rrjetet sociale, është shumë i patriot i fort. Pra plani ka nis pa kris pushka njerëz. Plani është bë pa u zbraz pushket. Plani i përçarjes, plani i nisjes me ezanin, uleni ezanin. Aty fituan. A dini se çfarë do thot me të ngacmuar ezan dikush? Do të thot që me të shkatruar në mënyrën më të tmerrshme të mundshme. Dhe këta nga që i përçan, nuk ishin të gatshëm me bashkëpunu me një tjetrin për të mbajt qëndrimin e tyre. Vazhdun problemet, presione ka pas në terren, por jo presione të mëdhaja, por ka pas edhe presione të mëdhaja
për të shpërngulur deri në vitet 1911, 1913 ku në Angli, kjo mbretëria e madhe britanike, që ne duam shumë, që ne vendosim flamurin anglez, si s'ka gjë ma turp se me vun flamurin anglez në bluzat tona ku në Angli çdo masakër në shqiptar Anglia e ka ba. Me bekimin e Anglisë u nisja, dhe më thonë, venja flamurit anglez në bluzat të shqiptarëve, ndash musliman, ndash katolik, është ofendim ndaj masakrave që janë bën në Kosovë, ndaj masakrave që janë bën në Çamëri, ndaj masakrave që janë bën në Ilirit, ndaj masakrave që janë bën në Vucaj, sepse me bekimin e anglezëve janë masakru fëmijë, o vëllezër e motra, janë masakru fëmijë, burra, u shuan qytete me firmat e anglezëve, o i dashur. Prandaj është turp për një Hasian që të vendos flamurin anglez mbi shtëpinë e tij, ku dietarët, mësuesit, hapesit e shkollave të para në Has kanë qenë nxënës të Shej Haliut në Çamëri, nxënës të Hoxhës Tasim nga ninati i Çamërisë. Kanë qenë nxënësit e Ibrahim Mjekërkuqit në Çamëri. Prandaj Hasianët ishin ku ja u puthnin dorën dietarëve çam. E kuptoj, e ke me shumë ku ja puthnin dorën dietarëve çam, ishin ku ishin Hasianët. Edhe në gegëri janë përkthjelur fëmijë djalë Hasi. Pse? Se u edukuan të Shej Haliu, u edukuan të Ibrahim Mjekërkuqi, e të shumë dietarë që dinin shkencat ndryshme. Dhe ndriti hilafeti Islam, hilafeti Osman, ndriti me ta, ndriti Franca me Hoxhën Tasim, që paguan të mësues që të hapnin shkollat shqipe në Has. Elmasit Gjakovës, matematicien të madh, Adem Hoxha, matematicien të madh, nxënësi nga Malsia Gjakovës. Matematicien dhe fizikan të madh, nxënës si Hoxhës. Ka paguajnë mësues vetëm për shpërndarje dije. Për shpërndarje në Has. Nga Franca, ku jepte leksion. E sot erdhi flas 1911-1913, kur kjo Londra e dashur nguli shpatën në troje shqiptare dhe bëri masakrat më të mërshme të mundshme. Aty u aneksu Çamëria. Dhe patave një marrëveshje tjetër mes Tridishit dhe Patriarkanës Stambollit dhe Patriarkanës Serbe dhe Patriarkanës Athinës, që Çamëria mos ngrihet mos i çështje. Dhe u bë projekti tjetër që të zaptoj totalisht. O të ortodoksizohet që nënkuptoj ke që mu qujt grek personin fjalë, që mos shuhet tokë shqiptare, ose musliman aty jo. Pse se shqiptar, musliman me full shqip. Në 1913 u ndalu me ligj gjuha me shqipe. Vim tek faza tjetër, faza më e dhimbshme. 1939, 1945, po ndalem 1939, 1924, 1945. Ku pat avokat, se ishin qamet ishin shkolluar, flastat qyteteve, pat avokat që punoj me administratën italiane. Avokat, jo ushtar, nuk ka pas ushtar qam në ushtrinë në luftën italo-greke, as një qam nuk ka qenë aty. Lere këta qka flasin
se ta kam thënë unë aty koma përpara në bisedë shumë private që ja ka liru, është pagu një X person në Konispol, me ja liru tokën një qami të ardhur, me pranu që këm bë masakra në luftën italo-greke, o njerëz. Është pagu një qami ardhur, një X person, po ai s'ka qenë me virtytet, ai ka qenë edhe me virtytet dobeta, i veçum për shoqërisë. A ke parasysh? Çfarë ka bëj? Ka pranu pare nga spionazhi grek për trilluar historinë për kafene, se gjoja ja kanë vrarë një qam, ja kanë vrarë dikur, çka nuk ekziston fare si historinë qamëri, një qam ja kanë vrarë djalin greku, ja ka dhënë 99 pluma, është tregimi trilluar kjo. Dhe ai ka thënë të vrasë 99 grek, që se ekziston askund në dokumentat e perandorisë osmane që ka ndodhur kjo pjesë. Nuk ka ndodhur kur gjakderdhje, kur qamet nuk kanë vrarë grek. Në historinë e hilafetit osman. E tash, kjo periudha 1939, 1944, 1945 ka qenë më e tmerrshmja. Sepse pas kapitullimit e Italisë dhe ardhjes Gjermanëve, Gjermanët kanë qenë, po të kishin nejt, Gjermanët kanë qenë njerëzit më miq, do të thënë miq më të mëdhej të shqiptarisë. Gjermanët kanë qenë miq më të mëdhej të shqiptarisë, ndash me dokumenta sakta, ndash me dëshmi. Unë takova një burr 122 vjeç, Mitrovic, në Shqipol, në fshatin, në pjesën në Shqipol të Mitrovicës, tek xhamia e Shqipolit me të madhin Mulla Fatmir Latifin, dhe thoshte Gjermani na ka dash ne shqiptarve, dhe ka dash me na bashku. Ka dash me na bashku Gjermani. Por që e qujtë marmik për 50 vjet na, ata që deshin me na bashku. Në këtë periudhë, tash 45, 44, 45 ishte akuza madhështore që delnin kanibalt, me krye kanibalin Napoleon Zerva, nga metropolia dhe ju vërsuleshin popullatës civile duke masakruar, duke torturuar, duke vrar, duke varrosur paramithi, kam dëshmi të sakta, ku doni, është rruga mbi 2 kilometra, ka asfalt sipër, poshtë janë varret e fëmijëve. Kjo asfalti ku është sot ka varre fëmijësh? Po. Ka asfalt sipër, është ato sot. E poshtë asfaltit ka varre fëmijësh. E burrash, e civilesh pafajshëm. Janë shumë të mirë këta, Prandaj morëm Janolatosin në Shqipëri. Që bleu të gjitha partitë politike në Shqipëri. I bleu dhe qamet në gjumë. Si ka mundësi? Qamet në gjumë. Si e shpjegon këtë? Në gjumë, vlla. Vlezit tanë Kjo është që po thotë ka vdek. Pse ka vdek kjo gjë? Pse vlezit tanë qamë, vlezit Hasjan, vlezit Lushnjar, vlezit jo Kosovar, jo. Se komandantët si Tahir Sinani që edha premtimin që nuk do të ndalen del qamri e vran. Komandant Telin e vran Macedoni. Me tradhtisht shqiptarëve. Kush ka guxu pe komandantëve tu çekes me thonë se nuk do dalem në qamëri, e kanë vrarë me durën, me kurthet e shqiptarëve. Kush guxoi prej burrave të Pushkës në UÇK me thonë se nuk ndalem në qamëri, u vra. Absolutisht, e kemi dokument. U vra. E ngordhen komplet ndjenjen. Po sot, çfarë po ndodh me çamërinë sot? Sot, kur them sot, këto vitet e fundit, dhe çfarë pritet të ndodhi domethënë? Me vitet e fundit, çështje. Vitet e fundit ka përpjekje sinqerta, vitet e fundit
Nga kush ka përpjekje? Nga patriot, ka përpjekje sinqerta, po e kanë gjithë media në kundër, e kanë gjithë politikën kundër. I kanë gjithë mediat kundër, e kanë gjithë politikën kundër. Si blejnë politikanin grekët? Duke e pasën është bigjëzzi, urdhëra 2 milion euro. Merri, 2 milion euro, merri mësa, zënës janë, 5 milion euro, hecë merri mësanin, luj sa të dushti. Kur të vish, kur të marohen paret, hajde prap ti tek kjo baza e tyre, tek metropolia. Hajde prap ti se ta punën pa pare. Dhe ai kur e vran presidentin e qeverisë në Holland, Festimin, pat edhe aktor që shiten gjakun e tyre, shiten zemrën e tyre, shiten ftyrën e tyre, shiten familjen e tyre, shiten moralin e tyre, duke e tallur Festimin. Dhe duke e quajtur si mashtrues dhe si të korruptuar. Kur një kohë që unë kam qenë pej personave që kam pas kontakte të afërta me ta. Dhe e di se sa borxhet ka hyje për çështjet e kombëtare. E di se sa ka sakrifikuar për familjes tij për çështjet kombëtare. Po media e ka shit. Media e ka shit. Jo, e kanë trajtuar në formë që ka pas borxhe për... A e kupton çfarë pislliku media... Madje para disa ditësh, po dëgjoja një kronikë dhe thonte që ishte fut botës errët me gjëra, me borxhe, Miku im, pra këto media që i shohim ne që janë më të pasura se sa TV-sha, që kanë aparatura shumë më të fuqishme se sa TV-sha, ku i morën o i nderuar? Ku i morën o vëllezër e motra shqiptar këto media me tope, top? Se më vjen fllëçtja. Se kur kaloj unë, kur janë këta gazetarët e asaj topit, topit të armizve që gjujnë e vrasin shqiptar, këta janë pra, e kanë. S'ka nevojë vllaje me pas, me qenë Napoleon Zerva, sot që kanë topin këtu që vrasin shqiptar. Me homoseksual, me pisliqe, edhe me sulëm ndaj qeverisë. Nuk ka nevojë me qenë ma Napoleon Zerva se kanë topin e madh këtu. Top, pika, se më vjen fulliqt, ta përmendi. Madje edhe zllampën e kuqe, në 12 e mrapa, dikur, për mi shkatru të rritë. Nga kush e bëri? Nga këta pra nga 3 Rusis, nga Patriarkana, nga Athina dhe nga Stambulli. Që e trajtuan, përveç se në lajme, nuk doli njëri, nuk doli njëri, për ish presidentin e qeverisë, se nuk e qujtë veç shpallur, ajo është president historik. Ajo është president historik. Që ju topet e medjave, ju topet e grekve, që e bat super televizion. S'ka problem, nuk është... S'ka lidhje. E bat me çfarë? Me kokain. E bat me çfarë? Me paret e armiqve shqiptarëve, që ju paguajnë, që po qeni çështje qame, po u hap çështja qame, ju ta tallni, ju ta zhbëni, ju ta baltosni, ju ta fundosni, ju t'jeni shpata më rrezikshme në çdo cep familjes shqiptare, se ka përputhën aty, o vëllezër. Për ta shkatru moralin e triut shqiptar. Ta janë, do më thonë, ne kemi ka një kriminel në cepin e shtëpis, duke njekur atë topin e pis me përputhën brenda. Kemi nga një Napoleon Zov, nga një Milošević, që vret moralin, masakron moralin ton. Në cepin e dhomës i kemi. Këta janë që ulin kamat, fikin kamat, kur kaloj në shesh në Tiranë, se e di se sa paguhen. Jo me këtu shkon në rrogat 8.000 euro, është pjeti vllajt. Ati gazetarit terrenit. Se ka rrogat 8.000 euro gazetarit? Ato në terren? Terren më terren. Nga metropolia. Nga metropolia, i merr 8.000 euro në terren. Pse? Se mos guxojnë. Nuk e them emër. E ruaj higjieni, e kam gojen me abdes, nuk e fliç. Kush është gazetari?
Unë po tham, Gazetar terreni? gazetar terreni. 8.000 euro rrogë? Po, mos me fol për qamërin, mos me fol për të shqiptare, mos me aprish interesat e tri patriarkanave. E di unë, Pra ky shkatrimi i çamërisë vjen nga Stambolli, nga patriarkana e Stambollit, në 30 në Rusisë, në patriarkanën e Serbisë, në të Athinës. 4, Domethënë, këta janë komplet bashkëpunimi tyne që erdhi nga Anglia, në Angli kanë marrë bekimin ata. bekimin. Kanë marrë Pastaj bekimin. ata kanë bërë punën vet. Ata kanë bërë masakrat vet këta. Po tani, a ka një shpresë që shqiptarët e çamërisë të marrin tokat, marrin të drejtat e tyre, të triumfojë, të fitojë, të shkojë vërtet aty ku duhet? Shpresa është e madhe, puna vetëm se ka nis, kur tham se vetëm se ka nis, ka 4-5 vite që është një elit patriotësh që po punojnë, mirë po, i mos e ngordhni ndjenjen ju dhe mos e ngordhni shpresën se nuk ka gjatë pa mundur. Merrim mësim nga Kosova. Pa kushtri ka pas Slobodan Miloševići, ka qenë makineria më rrezikshme ushtarake, po kanë sakrifikuar elitar për të arritur deri tek çlirimi i Kosovës. Edhe ju çdo shqiptar, pra kur t'ja nisni juve për të, nuk po tham me bë çametin më, po unë po tham me nis përpjekjet për sovjeteti. Parti çamë, parti kjo, parti çaju duhet partive çamë herë me majt krah pozit ose pozit. Partit çamë duhet ta kenë si shesh çlirimin e çamërisë, marrjen e tapive që jau kanë mohu. Shkonin në Stamboll. Se nuk janë ndalojnë qeveria turke me marr tapit e vjetra dhe të e fundja me bani peticion faktorit ndërkombëtar që të marrin të drejtat pronat e tyre i herë mas pare. Që të qojnë në çdo fshat, në çdo qytet, ta bëjnë ka një shtëpi, që të paktën 3 muaj verë, shkojnë dhe trinë aty në tokat e të parëve tyne, 1 muaj, 15 ditë, po të dihet që ka shqiptarë këtu. Shpërngulja 45-ës, 44-45, ishte të merë i vërtet. Kishte marrëveshje të nëndheshme të qeverisë greke me komunista shqiptar, që përbëri një përbuzje madhështore. Derisa problemet me Timoseikon që i quajti të pabes shoku Enver, se një fakt duhet ta dinë shqiptarët. Kush ka pas pasaport greke, minoritar grek, me pasaport greke, dhe kush ka pas pasaport serbe, nuk ka guxu as polici, as ushtri ta prekin në troje shqiptare, në Shqipërinë londineze, kuptoni drejt? Po. Kush ka pas pasaport serbe dhe greke. Pra, çka nën kupton? Saktësht. Çka nën kupton? Kush ka pas? Kemi njerëzit tonë që janë ande. Po pra, kush ka pas në kohën e partisë së punës? Po, edhe sot. Jo, në kohën e partisë punës. Ka pas shkodran me pasaport serbe. Nuk ka guxu shteti mi prek me dorë. Kanë qenë më të pasurit e qytetit. Ka pas minoritar me pasaport serbe. Me pasaport greke. Kanë bën çfarë kanë dashur ata. S'ka guxu as sigurimi i shtetit, as policia, as ushtri me mi prek, as me ju afru. Kur kanë pas probleme, ka thonë, ngadal, ja ku kanë pasaportën greke. Dhe, pra, ndikimi i madh i serbëve dhe i grekeve, çfarë bëri që të poshtroheshin dhe ende po vazhdojnë të poshtrohen sot qamet dhe çështja çame në Shqipëri. Derisa një deputet, biles mund ta përmend emrin, nuk kam gjë personale me Ylli Manjanin, por kur e përmendni Çam Muti, më falni për shprehjen. Kush e tha? Ky si ka Ylli Manjani. Ylli Manjani. Po, kur e përmendni termin Çam Muti, paramendo
se sa investohet për t'i përbaltur dhe për t'i poshtruar vëllezërit tanë qam. E ka përdorur më për Zotin, E ka thonë ai. E ka thonë në media. Kujt ja tha, kujt ju drejtua? Përballë, nuk e di se cili prej këtat politikës kanë qenë përballë ti, po e ka shpreh makanisë në WhatsApp, vëllezër të dashur qam, që bashkëpunojmë për të mirën e çdo qami në botë. Makanisë, ja tha, çfarë na tha Ylli Manjani, qam muti. Shprehje popullore. Cila shprehje popullore? Kjo është shprehja e sigurimit shtetit. Në kohën e komunizmit, kjo është shprehja e investuar nga serbët dhe grekët. Se kur shqiptarët nuk i kanë thonë para komunizmit, nuk i kanë vënë këtë etiketim. Kështu që kërko falje publike, thëm. Ylli Manjani. Ylli Manjani të Bajthiri kërko falje publike vëllezërve tanë qam. Sa është turp. Ti mash rrogën, ke marrë rrogë, o burr. A nuk e di unë prapavin tane. Ti masi të përzun prej X ministrie, ke dalë ke volë për policinë e shtetit. Po edhe ti ke qenë pjesë e përlyme, edhe ti duhet shkosh në SPAK. Mos mba të flasësh. Të flas, mos mbaj të flas. Se të baltos rand. Kërko falje vëllezërve qam. Hap taz. Se i ki ofendu. Pa drejt dhe pa faj. Se ke informacion edhe për atë, Kam informacion sa dush, po s'ja vlen. Mu po them, tu kërkoj falje vëllezërve qam. Kaq. Është i vetmi deputet që i ka shoh haptas. Se kam gju. Është i vetmi deputet që i ka shoh haptas. Ai duket sikur është oponencë, po sikur është. Është i vetmi deputet që u ka thënë qam muti para kamerave, kështu që kërkoj falje publike vëllezërve qam. Këtë ditë them unë. Sa s'ti kam thënë tjerat. Vazhdoj me temën. se s'ja vlen mu ndalë. Unë po tham, se sa kanë ble për politike... Kanë ble shumë, Kanë ble... Po kërë shpëtimi Drizi, për shumë, që thot... Që nuk ka bënë gjotë mirë ky për shumë këtë partia e Çamërisë? I gjatë shpëtimin e du shumë. Mirë, s'tha më gjëmën një... Është djali mirë, është burri mirë. Edhe për sa informacione kam, është familje mirë. Por që është përpjekje jo shumë e realizueshme, edhe përpjekje që kam rezerva. E du shumë, është qam, e du shumë, se qamve... Po ky Vangjel Dule? Vangjel Dule? Vangjel Dule se dojnë as minoriteti grek në Shqipëri. Besom. Po kush ka bërë për Çamërinë, për çështjen Çame? Vangjel Dule është E qartë me qartë, po. Po kush ka bërë nga këto? Jo, e bona çik me kështu. Nga këta ka bërë vetëm ish presidenti i Çamërisë. Festimi. Vetëm ai ka pas përpjekje, ai u vetë fliju për çështjen Çame, ai hynte borxh për... Po presidenti aktual i Çamërisë, Tasin Mehmeti? Duhet marrë informacionet të freskëta për ta. E njeh? Jo, nuk e njeh. Ke dëgjuar është direkt pas festimit? E di, po unë kohën ku ka qenë festimi, kam pas lidhje me festimin, atë si i bën atentat, mora azil politik në Maqedoni dhe kisha frikë realisht me majt lidhje. Kam taku pjesëtarë po festimin e kam pas drejt për drejt, kam pas lidhje drejt për drejt, pa ndërmjet. Kam marrë këshillat e duhura prej meje, edhe kam informacione. A do shkojnë vend pra përveç pjesës shpresës që thua ti e tjerë? Çamëria do çlirohet. Do çlirohet, Do çlirohet Çamëria. Ta e thamë përgjegjësinë më të madhe. Do çlirohet Çamëria. Tani shpejt për sa kohë? Ja, nuk ka proces, por Çamëria për të çliruar do çlirohet, do hapet. Si e thu kështu? E tham i bindu mbi fakte. I bindu mbi fakte. Po kush era i burr kaq i mirë që dhe bëj gjithë luftë? Edhe që s'do blihet e nuk do shitet edhe nuk do stepet nga... Po ka prej kokave botërore që kam thanë temat e mëparshme që u bën shumë virale, ka me origjinë Çame.
Nga kokët botërore, Nga kokët botërore ka që është me origjinë pargali. nga parga, Po. A më lejon me përshëndet me selam? përshëndetje. Assalamu alaikum i dashur. Si ka emrin? E jas, ka emër. Si është pa emrin? Pa emër në gjuhën time, se emër mbi emër ka. E dina që Është pargali, o pargali. Qa moshe bëhet? Është ka kalu të 56. Flet shqip, e? E flet një qamërishe si ma mbush shpirtin ma mbush. Ti vetë flet çamërishtën e flet me dialekt. Mundohem, nuk e arrit atë. Mundohem. Teatr, ade këtë shprehje, na kupton, ka disa shprehje të ëmbla qamërishtja. Ke net me çam? Shumë. Kam hangër bukën e Janë njerëz çamëve. mirë? Njerëzit më të mirë në botë janë. Po pse ka dalë kjo ka marrë disa guximin ta mendoj atë se çka kam dëgjuar që ajo ka kthy si batutë shumë e shumtuar. Asnjëherë kam dërnë ka ardhur me një, ka ardhur si me një jo e mirë. Edhe kam majtur frenatë vetë. Po meqenëse po flasim ka gjëra të bukura, po e prish pak. Që të na japësh një, nuk e di, besoj që ke dëgjuar ti të shprehjen që nuk ka çam mirë që fut, që është që përdoret i shprehje. Po muj me ta thonë edhe atë. Si është e shprehje, se s'kam dash me dëgjuar ndonjëherë, po thjesht pse, ndoshta ti mund dish një histori pse e kanë bërë, kush është ai që e ka financuar këtë shprehje për të dëmtuar. Po. Prandaj e hapa qëllimisht sot. Është njëri për aty është njëri për atyre që ka. Si është e shprehje, si e thonë të shprehjen? Nuk e them dot se vjen më dhe më shpirti. Më dhe më Po shpirti se ja kam hangër bukën çam, o i dashur, më fal se unë prekem shumë. Se unë kam hangër bukën e çamve. Unë kam ndajnë familje çame. Në Lushnje, në Sarand, në Durrës, në Turqi. Edhe kam një nostalgji pa imagjinueshme, o ata janë engjë, nuk janë njerëz. E kjo shprehje që kanë tri, domethënë, ju kërkojnë ndjes vëllezër e motra çam, që kanë thënë çam që fut edhe. Ai ka qenë një dyshi i Kadrias Biut për zonën e Sarandës. Zonën kufir, shef operativ. Çe ka thënë këtë? Shef operativ për kufirin mes Greqisë dhe mes territoreve që kanë zapu grekët, Qamërisë dhe Shqipërisë. Sakt. Dhe ai e ka nxit këtë shprehje në për kafenete, domethënë në për popullin e Konispolit, Qavbotës, pjesa e Sarandës, e Delvinës. Ai nxiste, i kishte këta bashkëpunëtorët si quhen shqip, bashkëpunëtorët konfidencial që e thonin këtë shprehje tek, di pse e thojnë? Kërkojnë ndjes ty dhe ndjekësve të mrekullueshëm. Këta borllogat që e thojnë sepse çamet janë njerëz të zgjuar, o njerëz. Janë njerëz të zgjuar se nuk u hedh dot në tregti. Tash e kanë marrë këtë ndytësiren e komunizmit që e kanë shpif për çamet, ku e shohin se se hedh dot në tregti, ku e shohin se se hedh dot në bisedë, e thojnë këtë shprehje në shenjë zili dhe urrejtje. Se po jo thëmë me thellësinë e shpirtit. Nuk kanë ditë si ta luftojnë nga e mira, pra, nga që çamet janë njerëzit më inteligjenta që kanë truje shqiptare, njerëzit më të ditur në çështje tregtie, si ti poshtrojmë, si ti baltosim, kanë prodhuar shpifje ndaj tyre, kuptohet me financimin e patriarkut grek. Dhe këtyne përshkopave që ne prujke këtu në Shqipëri. A e kuptoni o njerëz? Njerëz më të mirë. Kur jam në lagje çame, as nuk kam nevojë me papër në një shtëpi me qëra, se mbajnë familjet e tyre, as shpenzime kështu. Jo se adin? Aq mikpritës, aq dashuror, aq mrekullueshëm, aq të mirë që janë, o vëllezër e motra. Prandaj investon shumë ai
ai djalli që maskohet si me Veladon, për t'i poshtruar se janë raca më e mirë në Ballkan. Çamët. Janë raca më e mirë në Ballkan. Majni mend këtë që po ju them. Majni mend këtë që po ju them. Raca më e mirë në Ballkan. Raca më e mirë në Ballkan. Majni mend. Prandaj paguën këta bigjozit e parlamentit tonë që t'i shajnë përballë kamerave. Ta që vjedhin Ministrinë e Brendshme. Vjedhin. Kanë bë parë Ministrinë e Brendshme, çfarë fajt kam marrë shpirë që i kilan këtë pare të këtë Taiwanin kazino? Çfarë fajt kam unë ty? Çfarë fajt unë kam që ti shkoj se Vis Martinit mas bëthe me ka 6 muj, më jep pare borgjë. Edhe delem flet keq për Vis Martinin ku e ka një mu. Çfarë fajt kam marrë shpirë ti? Ke marrë 3 milion euro prej Janulatosit. Për me la borgjet. Kush është kjo? Ky s'ka lidhje. Tash se do flas tem enka spekta deputet që kanë shit vatanin dhe flasin keq për çamet. Guzojnë dhe flasin keq. Jepi tani. Herë tjetër do flasim për këtë. Çfarë fajt kam unë ty? Unë po ja bëj kështu si sinjal që disëm në ndjekin, po ja bëj paralajmërim si hiçdor nga bashkëpunimi anti-shqiptar, anti-çam me kishën greke, se do të nxjerr ftyrën se kush je tamam. Ti dele flet për Vis Martinin ku ti ke borxhe ndaj tij namar, njëri. Ti ke borxhe më ndaj tij. Ke marrë 2 milion euro prej Janulatosit, dole edhe shave çamet, dole edhe fole keq për çamet. Ftyra jote. Pra ti nuk je shqiptar. U kry puna. Kush është ky? Do flasim tem sa është tem e gjanë. Do flasim tem për ta. Do flasim për deputetet e korruptuar dhe tradhtarët të Shqipërisë. Mos më harro? Absolutisht. Deputetet e korruptuar dhe tradhtarët të Shqipërisë. Tani për ta mbyll tani, kemi në gjë tjetër për të thënë për çështjen Çame? Çështja Çame është në formë porosie. Në formë porosie. Si në formë porosie? Do të thënë do ta një formë këshille do ta e kam. Për ta mbledh, po. Sepse në thamë që 24, 25 ishe shpërngulja madhështore që ju banë, masakrat madhështore, masakrat në fëmijë dhe në pleq, planet që në Konispol, do më thamë presioni që kanë banë shteti i komunist, për mes grekëve në Konispol që mos ta mojnë asni shqiptar muhaxhir aty, asni emigrant, Çamëris, mos marrën familje, për turp, jo presion, nuk them presion, po për turpin atyre që nuk i majten, i tradhtuan vet pseudo shqiptarët, i tradhtuan shqiptarët e shkrejt të ardhur në qafbot, ku vdiqen pothuajse nga malaria, njësoj si vdiqen në Çamëri nga masakrat, dhe sakrifica e madhe e atij populli në gjithë tyne presionet dhe baltosjet e shtetit bashkëpunëtorëve të shtetit kundër tyre, arritën që ta ndërtojnë jetën me shumë sakrifica madhështore. Mirë, po këtë ndërtim jete keni lanë edhe një copë zemrës në Çamëri vetëm. Pse jo mos i keni tapit? Do të tham kështu, në formë porosie, tash doli pak si përmbyllje jo e kuptueshme mirë. Okej, jeni bat pasur, Zoti ja ushtov pasurinë, po shtojeni përpjekjen që ta keni edhe copën e zemrës që u ka mbet atje, bërthamen në Çamëri, ta keni kështu zim dërgjegji çdo zemër, në fetus, mbjelleni fëmijëve, që në fetus, dashurin për tokat e vjedhura, tokat që janë vjedh, dhe përposhtrohen nga deputet anti-shqiptar në Parlamentin e Shqipërisë, nga deputet anti-shqiptar, Bizozi, që shesin gruan, shesin familjen, shesin gjithçka, shesin Çamërin, shesin ftyrën e tyre. Prandaj, çdo çam ta mbjellin në zemër flaken,
ta ndezin flakën e dashurisë për varret e të parëve të juaj, për tokat e të parëve të juaj, për vendin ku janë shkolluar të parët e juaj, për vendin ku i kanë bë sejdë dhe Zotit parët e juaj. Kjo ishte e gjitha. Je fantastik. Faleminderit. Me gjithë një njeri dhe më habit teksa të shoh dhe futem në brendësitë e asaj gjë, domethënë, shkëputë komplet nga roli i gazetarit dhe të shoh kështu si shëmbëtyr të të mirës. E tha me shpirt, e tha me dashuri ndaj krijuesit, këto fjalë janë për shpirtit. Këto fjalë janë për shpirtit për popullin çam. Këto fjalë janë për shpirtit. Edhe jam i vrarë. Do flas edhe për historinë e Nikola Gjufrës se Elshun Kurth. Si e fundon kur? Elshun Kurth, politika shqiptare përmes piranjeve. Ai me të vërtet ishte ka probleme me veta. Po ai nuk do ishte sulmu, po të mos ishte ngrit kundër Janollatusit. Nuk do ishte sulmu në atë formë. Pse e kanë bë Kurth edhe aty? Kanë bën Kurth, pra, pavarësisht se ai ishte me probleme të caktuara, është me probleme, ha? Me probleme të caktuara, ha? Nuk është idein për atë pjesë. Mirë, po të mos ishte ngrit kundër Janollatusit? Kundër Janollatusit ka homoseksual edhe deputet më ka plera, domethënë deputet edhe njerëz të infektuar, po i mbrëm kjo. Pse, domethënë aty kanë paguar influenca të tjera për të dëmtuar imazhin e tij. Imazhin e ka pas dëmtuar më në thel. E ka pas dëmtuar. Po me shpërfaq ka pas. Po kush e ka bërë? Po këta pra këta Metropolis, këta lozha e Janollatusit. Po të them pra, çdo kush që ka kundërshtu, ka guxuar me prek në këta ushtarak të ardhur nga Rusia, nga Athina në Shqipëri, e ka psu rand. Çdo kush që ka guxuar të preki, domethënë me fjalë, jo më gjatë në Shqipëri. Kështu që shpresoj që porosin time të dashurit e mi, ta mbillnin shpirtat e juaj, t'u mbillni pasardhësve të juaj deri në kiamet. Që shiko që kemi varret e të parëve atje, kemi xhamit atje, ku në xhami ka pas shkolla, ka pas laboratore, ka pas xhamin e Athinës domethënë në Bodrum, në vendet ku nuk lejojnë me hy, ku gjen libra matematikor, gjen libra të fizikës, gjen të biologjisë, gjen libra të anatomisë, gjen të botanikës, po nuk lejojnë me shku sepse majnë emër mbi emër të dietarëve çam, me mbi emra, domethënë gjuhën osmane, sepse nuk kanë ditë gërma latine. Gërmat latine nuk ka pas latinisha as diturisa ka pas gjuha lindjes. Po kush nga politikanët shqiptar prej vitesh, që në momentin që është pushtuar dhe kanë shkatruar, i kanë larguar, dëbuar çamët, ka bërë më shumë për çështjen çamëve? Për politikanëve shqiptar. Ose ata që kanë qenë president ose kryeministra të parë. Muj me thanë që për politikanëve nga themelimi nga pas pavarësisë. Pas pavarësisë. Ka qenë Hasan Prishtina. Po pas të kohës moderne, pas komunizmit. Nuk e leju. Asnjëri? Asnjëri që leju me bë. Bamir Topin e përgëzoj për atë që ka rujt veten. Se në Shqipëri, nëse nuk kontribon, është heroizëm të arrush veten, u lezër motra, të arrush veten mos më bë pjesë e bashkëpunimeve me kanibalet e këtyre patriarkanave. Bamir Topi ka rujt veten, ka rujt ftyrën, ka rujt moralin, nuk është përzi në pisliqe anti-shqiptare. Të pakten e kanë... A sa njerëtisi, pëse më... E një shumë mirë. A i dikush tjetër është ai person, është i pjesë e asaj lëkunisë që kanë dashur me eliminu. A i dikush tjetër që flet keq kundër Bamir Topit, s'du me përmend emrat, po është pjesë e asaj lëkunisë që kanë dashur me eliminu. Prandaj e shpifin për ta. A i dikush tjetër, le të përballet këtu në pisk me mu, me dokumentet sakta unë di me ta gjetë që... Je i gatshëm ti të përballesh me gjithë ato... Që nga kjo ditë të përballem nëse ma gjen qoftë edhe një presë dokumenta të caktuara, unë flas me dokumentat të shërbimit informativ është për vllai, nuk flas unë me këto gazetat e Shqipërisë. Që bëjnë mirë, me disa gazeta bëjnë
bëjnë mirë që Ka shumë emra aty në Shqipëri që punojnë për sa çështje dush, antikontare. sa dush. Bëjnë mirë që këto gazetat i përdorin për të fshirë gjama, domethënë botojnë për të fshirë gjamat. A ke parasysh? Këtë bëjnë mirë ata, se për tjetër gjë s'vlen ato gazeta. Ka shumë pra gazetar, njerëz me influencë. Të thash gazetarët e rreni në këto në këto topat e grekëve dhe të serbëve, unë po them edhe mënyrë të ulët si fjalë, po them edhe në mënyrë filozofike. Këto topat e grekëve ka gazetar të rreni që i pagun 8.000 euro që mos me marr Altinin në intervistë, do flasin një fjalë të mirë, dhe kur ta folin atë fjalën e mirë, është problemi këtu që ai do flasin edhe për çamërinë. Kur ta shohin që është që ka i ditur ky, dhe ka fjala e tij bereqent në zemër dhe shpirtat e njerëzve, atëherë bravo, se ti më knas me këtë. Ky ishte Elton Gjoni miq për sot. Ka thënë shumë gjëra interesante. Dëgjojeni me vëmendje, mbani shënim dhe vazhdoni na komentoni. Hapni ato dritaret tuaja. Nëse futet ky informacion, e pranoni, jeni mirëpritur na zgjerojnë në tema të tjera, na ngasmojnë. Absolutisht.